Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon letrat tarot për 12 shenjat e zodiakut për datën 1 gusht 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra e tarotit për datën 1 dash, karroca e përmbysur, një simbol që të fton të ndalosh për një moment e të mendosh për drejtimin ku po shkon. Ti je një shenjë që nuk pret që të tjerët të zgjidhin problemet e tua, zakonisht merr kontrollin dhe lufton për atë që dëshiron, por sot mund të kuptosh se jo çdo betejë duhet fituar me forcë. Karroca lidhet me vendosmërinë, përparimin dhe përfundimin e asaj që ke nisur. Kur del e përmbysur, ajo tregon se ndonjëherë është më e mençur të bësh një hap pas, të rishikosh planin dhe të mos harxhosh energjinë në një rrugë që nuk po të çon aty ku dëshiron. Sot mund të marrësh një vendim të rëndësishëm, të vazhdosh të ndryshosh strategji ose të lësh diçka për një moment më të përshtatshëm. Mos e shiko tërheqjen si humbje, ndonjëherë pushimi dhe riorganizimi janë pjesë e fitores. Dash, përdore energjinë tënde me mençuri. Zgjidh betejat që ja vlen dhe mos harro se drejtimi i dur është më i rëndësishëm se sa shpejtësia. Mesazhi i letrës për ju. Sot fitojnë ata që dinë kur të shtyjnë përpara dhe kur të ndalojnë për të ndryshuar rrugën. Demi, letra e tarotit për sot dem, faqja e skopinjve, një simbol i energjisë së re, ideve krijuese dhe dëshirës për të provuar diçka ndryshe. Edhe pse zakonisht preferon sigurinë dhe rutinën, sot universi të nxit të dalësh pak nga zona jote e rehatis. Një situatë që mund të duket e vështirë për të ndryshuar, mund të kërkojë një qasje të re. Mos u kufizo vetëm te mënyrat që ke përdorur gjithmonë. Një ide e freskët mund të tregojë një rrugë që nuk e kishe menduar më parë. Faqja e skopinjve sjell një shpërthim imagjinate dhe frymëzimi. Sot mund të ndjesh dëshirën për të krijuar, për të mësuar diçka të re, ose për të nisur një projekt që të emocionon. Kur mendimet e reja fillojnë të vinë, do të kuptosh se ke më shumë mundësi se sa mendoje. Dem, beso te kurioziteti yt dhe mos ke frikë të eksperimentosh. Një ide e vogël sot mund të bëhet fillimi i diçkaje shumë më të madhe në të ardhmen. Dhe mesazhi i letrave për ju dem, lejoje imagjinatën të të udhëheq, rruga e re mund të sjellë mundësi që rutina nuk t'i ka treguar ende. Binjakët, letra e tarotit për këtë të shtunë, 4 kupat binjak, një letër që flet për reflektim, pushimin mendor dhe momentet kur nuk je ende i sigurt se çfarë hapi duhet të marrësh më pas. Ti je një shenjë që kërkon vazhdimisht lëvizje, ide të reja dhe stimulim. Mërzia është një ndjenjë që nuk e përballon dot lehtë, por sot kjo pauzë mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet. Jo çdo moment duhet të jetë i mbushur me plane, vendime apo aktivitete. Letra e tarotit, 4 kupa të fton të mos e detyrosh veten të gjesh menjëherë përgjigje. Lejoje mendjen të pushojë dhe jepi vetes hapësirë për të reflektuar. Në këtë qetësi mund të kuptosh më mirë se çfarë dëshiron vërtet dhe të shohësh mundësi që më parë kishin kaluar pa u vënë re. Binjak, sot mos kërkoj gjithmonë diçka të re jashtë vetes. Ndonjëherë një pauzë e vogël sjell një qartësi më të madhe. Besoj procesit dhe lejo që ide të reja të lindin natyrshëm. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju binjak, pushimi nuk është humbje kohe, është momenti kur mendja përgatitet të shohë një rrugë të re. Gaforia, letra e tarotit për sot, asi i kupave i përmbysur gafore, një letër që lidhet me emocionet e brendshme, pasiguritë dhe mënyrën se si e vlerëson veten. Sot mund të ndjesh disa dyshime për aftësitë e tua ose të pyesësh veten nëse je mjaftueshëm mirë në atë që bën. Kjo letër të kujton se është normale të kesh momente pasigurie, por ato nuk duhet të përcaktojnë. Asi i kupave i përmbysur fton të reflektosh mbi forcën dhe dobësitë e tua, në vend të fokusohesh vetëm te ajo që mendon se të mungon. Shikoje se sa shumë ke arritur deri tani. Një mundësi e re mund të shfaqet, veçanërisht në fushën profesionale, ku mund të kuptosh se cilat aftësi dëshiron të përmirësosh. Sot është një ditë e mirë për të bërë një listë gjërave ku dëshiron të rritesh dhe të vendosësh hapat të vegjël për t'i arritur. Nuk ke nevojë të ndryshosh diçka menjëherë, përparimi vjen me durim dhe përkushtim. Gafore, beso te rruga jote, zemra jote e ndjeshme është një forcë, jo një dobësi. Mesazhi i letrave për ty gafore, prano veten aty ku je sot dhe puno me qetësi për personin që dëshiron të bëhesh nesër. Luani, letra e tarotit për këtë të shtunë, asi i shpatave i përmbysur luan, një letër që lidhet me keqkuptimet, vështirësitë në komunikim dhe fjalët që ndonjëherë nuk arrin të shprehin atë që ndjejnë vërtet. Sot mund të përballesh me një situatë ku dëshiron të flasësh hapur me dikë të rëndësishëm për ty, veçanërisht për një çështje që të shqetëson.
por mund të duket sikur pala tjetër nuk është gati ose nuk dëshiron të hapet për problemet që ke në mendje. Asi i shpatave i përmbysur të këshillon të mos e shtysh me forcë një bisedë që nuk po ecën. Sa më shumë të përpiqesh të marrësh përgjigje në një moment të gabuar, aq më shumë mund të krijohen barriera dhe tensione. Sot mund të jetë më e mençur të japësh pak hapësirë dhe ta lësh situatën të qetësohet. Ndonjëherë heshtja e përkohshme sjell më shumë qartësi sesa një debat i nxituar. Luan, përdor fuqinë tënde për të udhëhequr me qetësi dhe durim. Kur momenti i dur të vijë, fjalët e dura do të kenë më shumë ndikim. Dhe mesazhi i letrave tarot për Luanin. Jo çdo bisedë duhet të ndodhë sot. Ndonjëherë koha e dur sjell përgjigjet më të mira. Vigjeresha, letra e tarotit për këtë të shtunë vigjeresh. Eremiti i përmbysur, një letër që lidhet me daljen nga izolimi, hapje ndaj të tjerëve dhe gjetjen e guximit për të ndarë atë që ke brenda vetes. Eremiti zakonisht flet për reflektim, qetësi dhe kërkimin e përgjigjeve brenda vetes, por kur del i përmbysur, ai të fton të mos qëndrosh më vetëm me mendimet e tua. Ka ardhur koha të rikthesh në komunikim dhe të lejosh njerëzit e dur të dëgjojnë. Sot mund të ndjesh dëshirën për të folur më hapur për një situatë në punë ose disa ide që i ke mbajtur për vete. Në fillim mund të mos jetë e lehtë të shpresh mendimet e tua, sidomos nëse je mësuar të analizosh gjërat në heshtje, por letra e tarotit të kujton se zëri yt ka vlerë. Me pak guxim dhe praktik do të gjesh mënyrën e dur për të komunikuar atë që mendon dhe ndjen. Intuita jote do të udhëheq për të ditur çfarë të thuash dhe kur është momenti i dur. Vigjeresh, mos u fshih pas perfeksionit. Ndonjëherë një bisedë e sinqertë është hapi i parë drejt një ndryshimi të madh. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju vigjeresh, dil nga heshtja dhe beso te zëri yt i brendshëm. Ajo që ke për të thënë mund të ketë më shumë rëndësi nga sa mendon. Peshorja, letra e tarotit për sot peshore, faqja e pentakulave e përmbysur, një letër që të sjellë në kujtesë të rëndësishme për kujdesin financiar, planifikimin dhe vendimet që lidhen me paratë. Askush nuk dëshiron të përballet me surpriza të pakëndshme me financat dhe sot kjo letër të fton të mendosh dy herë para se të shpenzosh. Mund të tundohesh nga oferta, blerje të reja ose gjëra që duken si një mundësi e mirë, por jo çdo gjë që të tërheq në moment është domosdoshmërisht e nevojshme. Faqja e pentakulave zakonisht lidhet me përgjegjësinë, mësimin dhe ndërtimin e një baze të qëndrueshme. Kur del e përmbysur, ajo të paralajmëron të mos veprosh me nxitim dhe të mos marrësh vendime financiare pa një plan. Sot është një ditë e mirë për të rishikuar buxhetin, për të menduar për nevojat reale dhe për të shmangur blerjet impulsive. Një zgjedhje e mençur sot mund të të kursejë pendime për nesër. Peshore, ekuilibri është forca jote. Mbaje atë dhe në marrëdhëniet me paratë dhe zgjidh me qetësi atë që të sjellë vërtet vlerë. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju peshore, planifiko para se të veprosh. Mençuria financiare sot sjell siguri në të ardhmen. Akrepi, letra e tarotit, 4 monedat. Një letër shumë e favorshme për një shenjë që lidhet shpesh me menaxhimin e burimeve, sigurinë dhe kontrollin akrep. Kjo letër të sjell një mundësi për të marrë më shumë përgjegjësi mbi financat e tua. Kjo e shtunë është një ditë e mirë për të parë më me kujdes mënyrën se si po i përdor paratë. Mund të kuptosh se ku po shkojnë shpenzimet e panevojshme dhe cilat hapa mund të marrësh për të krijuar më shumë stabilitet në të ardhmen. Letra e tarotit 4 pentakullat të këshillojnë të bësh një kontroll të vogël financiar. Shiko detyrimet që ke, pagesat që duhen kryer dhe mënyrën se si mund të kursesh më shumë. Një plan i thjeshtë sot mund të të japë më shumë qetësi nesër. Megjithatë, kjo letër të kujton dhe të gjesh ekuilibrin. Të jesh i kujdesshëm me paratë është një forcë, por mos lejo që frika nga humbja të pengojë të shijosh jetën. Akrep, përdor intuitën dhe disiplinën tënde për të ndërtuar një bazë më të sigurt. Vendimet e mençura që merren sot mund të sjellin përfitime afatgjata. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju akrep, kontrolli dhe planifikimi financiar të japin fuqinë për të krijuar siguri dhe bollëk në të ardhmen. Shigjetari, letra e tarotit për këtë të shtunë, priftëresha e lartë e përmbysur shigjetar, një letër që flet për intuitën e bllokuar, dyshimet e brendshme dhe nevojën për të dëgjuar më shumë zërin tënd të brendshëm. Ti shpesh mbështetesh te logjika, zgjuarësia dhe aftësia jote për të gjetur zgjidhje. Beson se mund të analizosh situatat dhe të marrësh vendime me mendje të kthjellët, por sot mund të ndodhë që intuita jote të duket më e heshtur se zakonisht. Priftëresha e lartë e përmbysur tregon momente kur ndjen një pasiguri të vogël ose kur e ke të vështirë të kuptosh se çfarë të thotë instinkti yt.
Edhe pse vendimet duhet të merren sot, është e rëndësishme të mos nxitohesh, pa i dhënë vetes kohë për reflektim. Një moment qetësie, meditimi ose thjesht tërheqja për pak nga zhurma e jashtme mund të ndihmojnë të rikthesh lidhjen me veten. Kur mendja qetësohet, përgjigjet që kërkon mund të dalin më natyrshëm. Si dietari ose përgjigje gjendet përmes analizës. Ndonjëherë zemra dhe intuita kanë diçka të rëndësishme për të treguar. Mesazhi i letrave tarot për ju si dietar. Hesht për pak, dëgjoj veten dhe lejo intuitën të tregojë drejtimin e duhur. Briciapi, letra e tarotit për këtë të shtunë, është vdekja e përmbysur, një letër që nuk lidhet me humbje, por me ndryshim, transformim dhe vështirësit për të lënë pas atë që nuk të shërben më. Sot mund të kuptosh se ka disa gjëra që duhet të ndryshojnë, por sfida mund të vijë nga njerëzit përreth teje. Disa persona mund të mos jenë gati të pranojnë ide të reja ose mund të kundërshtojnë çdo gjë që prish mënyrën e vjetër të funksionimit. Letra e tarotit vdekja e përmbysur tregon rezistencë ndaj ndryshimit. Ti mund të përpiqesh të shpjegosh të tjerëve pse një ndryshim është i nevojshëm, edhe pse një rrugë e re mund të sjellë rezultatet më të mira, por sot ata mund të mos e shohin situatën nga këmbvështrimi yt. Mos e harxoj energjinë duke u përpjekur të bindesh çdo person. Ndonjëherë njerëzit kanë nevojë për kohë për të pranojnë një ndryshim. Ruaj qetësinë dhe fokusohu tek ajo që mund të kontrollosh. Briciap, durimi është aleati yt sot. Ndryshimet e vërteta nuk ndodhin gjithmonë menjëherë, por ato fillojnë me një vendim të guximshëm. Dhe mesazhi i letrave tarot për ju Briciap. Mos e detyro ndryshimin, lejo që koha t'ju tregojë të tjerëve vlerën e rrugës së re. Ujori, letra e tarotit për këtë të shtunë ujor, 3 kupat e përmbysura, një letër që lidhet me ndjenjën e distancës, vetmisë e përkohshme dhe nevojën për të shijuar kohën me veten. Sot mund të ndihesh pak i veçuar, jo sepse dëshiron të jesh vetëm, por sepse njerëzit rreth mund të jenë të zënë me angazhimet e tyre, mund të duket sikur mungon diçka nga shoqëria ose energjia që të pëlqen, por kjo nuk do të thotë se dita duhet të kalojë në mërzi. 3 kupat e përmbysura të kujton se koha me veten mund të jetë më shumë produktive. Është një mundësi perfekte për të kushtuar hobive të tua, të provosh diçka krijuese ose të eksplorosh aktivitete që të sjellin kënaqësi. Sot mund të zbulosh se largimi i përkohshëm nga zhurma e të tjerëve të jep hapësirën për të menduar, për të krijuar dhe rilidhur me veten. Në fund të ditës mund të jesh mirënjohës që pate kohë pa ndërprerje. Ujor, mos e shiko vetmin si mungesë, ndonjëherë ajo është një dhuratë që të lejon të rimbusësh energjinë e të bësh atë që dëshiron. Mesazhi i letrave tarot për ujorin. Koha me veten mund të jetë po aq e vlefshme sa koha me të tjerët. Përdore për të frymëzuar dhe për të rritur. Peshqit. Letra e tarotit për këtë të shtunë. 3 shkopinjtë e përmbysur peshq. Një letër që lidhet me mungesën e qartësisë, planet e pasigurta dhe nevojën për të parë më larg përpara se të marrësh vendime. Sot është më shumë e rëndësishme të mendosh për të ardhmen dhe të krijosh një plan më të qartë. Ndonjëherë mund të ndihesh sikur ke shumë ide, por nuk e di saktësisht se cilin drejtim të ndjekësh. Kjo letër të kujton se pa një vizion të qartë, hapat e ardhshme mund të duken më të vështirë. Peshq, e di që njerëzit dhe oraret shpesh bëhen të ngarkuara, prandaj mos ke frikë të kërkosh sqarime kur të duhen. Në vendit të presësh që gjërat të ndodhin vetë ose që të tjerët të marrin iniciativën, bëj pyetjet e tua dhe kërko atë që të nevojitet. 3 shkopinjtë e përmbysur të këshillon të mos mbështetesh vetëm te pritja. Një veprim i vogël sot mund të të ndihmojë të krijosh një rrugë më të sigurt për nesër. Beso të ëndrat e tua, por shoqëroj ato me një plan konkret peshq. Kur vizioni dhe veprimi bashkohen, mundësitë fillojnë të hapen. Mesazhi i letrave tarot për ju peshq. Mos prit që rruga të shfaqet vetë. Krijoje drejtimin tënd me qartësi dhe besim. Këto ishin parashikimet e letrave tarot për 12 qenjat e zodiakut për ditën e shtunë 1 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe dhe ju uroj një muaj të mbar.